Dhe tora gjërim, bjende tek aktivizimi i procesit të glukoneogenezës. Çka ndodh në këtë rast? Gjatë kohës së uris, kur ne kemi marrë kohën, po flasim për agjërimin në Ramazan, në syfyre ke barë ushqimin e fundit. Në orët e para të paraditës, shfrytëzohen ato materiet ushqyese që i ke marrë, shfrytëzohen si karburant për proceset metabolike, energjedhënëse. Mirë po, me kalimin e kohës ato shpenzohen. Tash kur të detektohet truri që po zbret niveli i glukozës, që është ushqimi kryesor i trurit, atëherë stopon shpenzimin e rezervave të karbohidrateve edhe fut në proces yndyrnat. Ato të shërbejnë si prodhim të energjisë. 12 dhe 24 orë agjërim aktivizohet procesi i autofagisë. Autofagia nuk kupton vetë ngrënien. Kur organizmi në mungesë të materieve ushqyese, në mungesë të karburantit që mirret përmes ushqimit, fillon me lyp burimet e mbrendshme, e kursen energjinë. Cilat janë burimet e mbrendshme? Qelizat e dëmtuara, qelizat e smura, qelizat e vjetrume, i zbërthen organizmi, fiton energji prej tyne. Tash këto qelizat e vjetrume fillojnë të zajënëson me qelizat e reja, që bëhet një regjenerim i mbrendshëm i organizmit. Shumë njerëz e quajnë si tushin mbrendshëm i organizmit.